Bona Zahiti është në qik mes dy botave, ndryshme, që ka qef me shiju liri, ka qef me shiju fun, ka qef, është shumë kuriaz njeri, do me thonë, edhe e donë muzikën shumë. Unë po kam qef me lansu në album, edhe qëtash për herë të parë jam të përmenë që të sen publikisht. Qështu i nëzirë, dhe jam të përpunu në album qëtash, a mos mëj me thonë kur, qka, veç dine që jam në proces. Veç një vibe ma vogël që më kam mësh me kap edhe me kriju diçka. Po ku e gjenat vibe-in? Tona ant, naj sen të thonë diçka dikush, naj sen e kom pa dikon, naj liber, edhe në gjithë ka. I kam krejtë më pështilën të qyshën kry, dhe sene që i mledhe kështu me ko, e tane veç kërëm del një farfilm, kryet veç ulna dhe veç atë. Ka do gjithë ndryshë. Ma shëqarën fokusona pak ma shumë të tregu shqiptar, se unë ma shumë du mja rikëthyshë shqiptarve që të muzika bëdën. Unë kam qef në tregterën kombëtare edhe kam kështu ambicion, po kam qef me kallzu që me shqip e bëdën. Munësh me shqip me dëpërtu. Qa moj me thonë është jam shumë afani sa që dokna në Instagram.